Drejtues të institucioneve të kulturës në Gjilan kanë qenë unanim në kërkesën për ndarjen e shumës prej 70.000 eurove për teatrin e qytetit të Gjilanit. Shpresa Kurteshi, kryesuese e KKRS-s, ka thënë se këto mjete janë të nevojshme për kompenzimin e pagave të aktorëve për 6 muaj, si dhe për financimin e 3 shfaqjeve të planifikuara për pjesën e 2 të vitit, duke shtuar se ky institucion i ka trajtuar rregullisht dhe me përkushtim të gjitha problemet në teatr, duke u shprehur po ashtu optimiste se kërkesa për ndarjen e mjeteve do të gjejë përkrahje edhe nga Komiteti për Politikë dhe Financa, si dhe Kuvendi Komunal. Ndërkaq Kujtim Shahiqi, udhëheqësi i sektorit për kulturë, ka thënë se ky sektor po përballet me shumë probleme, duke vijuar se aktorët nuk kanë marrë paga për 6 muaj, ndërsa ka konstatuar si barë tjetër të teatrit edhe pjesën e stafit teknik, i cili sipas tij duhet të paguhet nga ky buxhet, meqë statusi i tyre është i padefinuar. Në anën tjetër, koordinatori i Njësisë për Kulturë, Rini e Sport Bashkim Nexhipi ka bërë të ditur shifrat e nevojshme, nga të cilat vetëm për stafin e teatrit nevojiten 37.842 euro, ndërsa pjesa tjetër e shumës së përgjithshme të kërkuar ka thënë se nevojitet për realizimin e 3 projekteve. Ai ka shtuar se nuk është çështje këtu nëse mund të sigurohen këto mjete, por sipas tij ato duhet të sigurohen patjetër, pasi ndryshe teatri nuk do të funksionojë. Vlen të theksohet se teatri i qytetit të Gjilanit gjatë periudhës 6 mujore të këtij viti është përballur me sfida të ndryshme, ndërsa është thënë se statusi i këtij institucioni të kulturës dhe aktorëve brenda tij duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë, pasi është konstatuar se nuk mund të funksionojë me subvencione.